Ndëron jetë në moshën 70 vjeçare babai i Rihanës, Ronald Fenty. Ronald Fenty, babai i këngëtares së njohur Rihanna, ka ndëruar jetë në moshën 70 vjeçare pas një sëmundje të shkurt. Ai ndëroi jetë të shtunën në mëngjes në Los Angeles, sipas mediave nga Barbados, vendlindja e Rihanës. Shkaku zyrtar i vdekjes nuk është bërë ende i ditur. Burime pranë familjes konfirmuan se të afërmit janë mbledhur në Kaliforni për t'i dhënë lamtumirën e fundit, shkruan Page Six. Vëllai i Rihanës, Rayad, u pa në qendrën mjekësore Cedars Sinai, ndërsa besohet se edhe vetë Rihanna ishte e pranishme. Rihanna nuk ka reaguar ende publikisht. Lajmi vjen ndërsa këngëtarja është në pritje të fëmijës së saj të tretë me partnerin A$AP Rocky. Marrëdhënia e Rihanës me të atin ka qenë ndërlikuar ndër vite. Ronald, që vuante nga varësia ndaj alkoolit dhe drogës, u nda nga nëna e këngëtares kur ajo ishte 14 vjeçe. Megjithatë, në vitin 2012, Rihanna deklaroi se e kishte falur dhe kishin rregulluar raportin. Në vitin 2019, tensionet u rishfaqën kur Rihanna e paditi të atin për përdorimin e emrit të saj për përfitime financiare. Çështja u zgjidh jashtë gjykatës dhe Ronald pretendoi se ishin pajtuar sërish. Pavarësisht gjithçkaje, Ronald fliste shpesh me krenari për vajzën e tij dhe rolin e tij si gjysh. Ai e përshkroi Rihannën si një nën shumë mbrojtëse dhe u shpreh se ajo po e shijonte shumë prindërimin. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.